Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 37 të surës Shura, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish wa idha ma ghadibu hum yaghfirun. Dhe ata që largohen nga mëkatet e mëdha dhe veprat e shëmtuara, e kur zemrohen, ata falin. Ky ajet i begat paraqet 3 cilësi të besimtarëve të vërtet. E para, largimi nga mëkatet e mëdha. Besimtarët ruhen nga veprat që e zemrojnë Allahun dhe e njollosin shpirtin. Cilësia e dytë është shmangja e imoralitetit. Besimtarët nuk bien në sjellje që të cënojnë moralin dhe nderin. Dhe e treta, falin kur zemrohen. Besimtarët nuk e lënë zemrimin të shtyjt drejt hakmarrjes apo padrejtësisë, përkundërzi, e ka përcejnë atë për zemrimin me falje. Madhështia e besimtarit qëndron në faktin se zemrimi nuk e sundon ato. Besimtari e kontrollon veten dhe kur ka mundësi të hakmerret, ai zgjedh faljen për hir të Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, zemrimi është një nga emocionet më të fuqishme që Allahu e ka vendosur në natyrën e njeriut. Në vetvete nuk është gjithmonë i keq, sepse ka raste kur zemrimi për hir të Allahut dhe kundër padrejtësisë është i lavdëruar. Mirëpo, kur njeriu humbet kontrollin mbi zemrimin, ai bëhet shkak për mëkate, për çarje, padrejtësi dhe pendim. Sa e sa familje janë shkatëruar nga një moment zemrimi, sa e sa miqësi janë prishur, sa e sa fjalë të rënda janë thënë që nuk mund të kthehen mrapsh, në kur njeriu pra është i zemruar. Kurani i Shenjtë i lavdron ata që e përmbajnë zemrimin. Dhe për këtë në ajetin 134 të surës Ali Imran, Allahu i madhruar thot: Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayzi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ata që shpenzojnë në mirësi, në begati dhe vështirësi, ata që e përmbajnë zemrimin dhe i falin njerëzit, Allahu i do bamirësit. Në këtë ajet Allahu nuk thot se besimtari nuk zemrohet. Ai thot se besimtari e kontrollon zemrimin e tij. Njeriu i fortë nuk është ai që nuk zemrohet kurrë, por ai që nuk lejon zemrimin ta sundojë atë. Sipas Kuranit, fitoria më e madhe nuk është në poshtë e tjetrit, por në poshtja e zemrimit të vet. Në kulturën islame, forca e vërtet nuk është forca fizike, por është forca e shpirtit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi na paralajmëron dhe na thot: njeriu i fortë nuk është ai që mund të mposhtë të tjerët në mundje, por është ai që e kontrollon veten kur zemrohet. Në një hadith tjetër, profeti i dashur, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: A dëshironi t'ju tregoj se kush është më i fortë ndër ju?
ai që e zotron veten kur zemrohet. Pra, ai është njeriu më i fortë, ai që e përmban veten e tij në zemrim dhe e sundon zemrimin dhe jo zemrimi ta sundoj atë. Nga e ka burimi zemrimi? Përgjigjen e kësaj pyetje e gjejmë në hadithet profetike. Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: zemrimi është nga shejtani, ndërsa shejtani është krijuar nga zjarri. Në një hadith tjetër, profeti i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, ka thënë: zemrimi është një prush i ndezur prej shejtanit. Pra nga këta dy hadithe, ta bëhet e qartë se burimi i zemrimit pra është nga shejtani. Kur njeriu zemrohet, fytyra i skuqet, zemra i rreh fort dhe humb qetësinë. Në ato momente, ai mund të thotë gjëra që më pas i vjen turp t'i kujtoj. Prandaj pra, le të kemi kujdes kur jemi të zemruar. Zemrimi hap derën e shumë mëkateve. Për këtë, Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka thënë: zemrimi është çelësi i çdo të keqi. Shumë mëkate fillojnë me një zemrim të pakontrolluar, siç janë fyerjet, përgojimi, shpifja, prishja e lidhjeve familjare, dhuna, padrejtësia, deri edhe vrasja. Një moment zemrimi mund të shkatërrojë atë që është ndërtuar për vite me radhë. Prandaj besimtari duhet të jetë vigjilent kur ndjen se zemrimi po fillon të rritet në zemrën e tij. Duke parë dëmet e shumta të zemrimit, lind pyetja: si ta kontrollojmë zemrimin? Feja e pastër islame na jep disa udhëzime për kontrollin e zemrimit, të cilat janë: së pari, të kujtojmë Allahun. Kur zemrimi na pushton, shejtani përpiqet të na shtyjë drejt gabimeve dhe gjunaheve. Prandaj, në ajetin 200 të surës Araf, Kurani i shenjtë thotë: wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu samiun alim. E nëse shejtani të ngacmon me ndonjë nxitje, kërkon mbrojtje te Allahu, sepse me të vërtet ai është dëgjues dhe i gjithditur. Kjo do të thotë se në çastet e zemrimit duhet me njëherë të kujtojmë Allahun dhe të kërkojmë strehim tek ai, sepse zemrimi është një armë e shejtanit të mallkuar. Kur zemrohemi, duhet të themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kërkojmë mbrojtje tek Allahu prej djallit të mallkuar. Kujtimi i Allahut e qetëson zemrën dhe e dobëson ndikimin e shejtanit. Kur zemra trazohet nga vezveset, zemrimi, krenaria apo dëshpërimi, besimtari nuk debaton me shejtanin, por strehohet tek Allahu fuqiplot. Mbrojtja e vërtet nuk gjendet te forca jon, por te Zoti i plotfuqishëm. Çdo vezves mposhtet jo duke e ndjekur, por duke kërkuar strehim tek Allahu fuqiplot. Sepse Allahu është mbrojtësi më i mirë. Kur shejtani troket në derën e zemrës sate, mos ja hap me mendjen tënde, por thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje tek Allahu prej djallit të mallkuar. Dhe pasi të thuash këtë, hyr në hijen e mëshirës së Allahut, sepse aty shuhen të gjitha vesveset. Ngacmimi i shejtanit nuk luftohet me forcën e egos, por
me strehimin dhe mbështetjen tek Allahu fuqiplot. Së dyti, Islami na udhëzon të heshtim, pra kur zemrohemi të heshtim. Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut, qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka këshilluar që njeriu i zemruar të mos flas më një herë. Shumica e fjalëve që pendoheni se i keni thënë, janë thënë në çështet e zemrimit, prandaj njeriu është mirë të hesht kur zemrohet, dhe jo të flasë. Së treti, të ndryshojmë gjendjen fizike. Në transmetime islame thuhet se nëse jeni në këmbë uluni, nëse jeni ulur shtrihuni, kjo e ul tensionin dhe e largon reagimin e menjëhershëm kur jeni të zemruar. Së treti, të marrim abdes. Pra, kur zemrohemi, le të marrim abdes. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka rekomanduar abdesin gjatë zemrimit, sepse uji e freskon trupin dhe qetëson shpirtin. Sepse njeriu pra, kur zemrohet, temperatura e tij ngrihet në trup. Dhe për këtë rekomandohet që të marrë abdes, sepse uji pra e freskon trupin, e ul temperaturën dhe qetëson shpirtin. Së pesti, të kujtojmë pasojat e zemrimit. Para se të veprojmë të pyesim veten, a do të jemi kënaqur me këtë fjalë apo veprim pas një ore, pas një dite, apo para Allahut të fuqishëm në ditën e gjykimit? Ky reflektim shpesh e ndalon njeriu pra nga zemrimi dhe nga gabimi. Të dashur vëllezër dhe motra, Kurani i Shenjtë nuk mjaftohet vetëm me kontrollin e zemrimit, por mjafton edhe në falje. Si thot ajeti 134 në surën për Ali Imran, ata që e përmbajnë zemrimin dhe i falin njerëzit. Niveli më i lartë i kontrollit të zemrimit nuk është vetëm të mos hakmerrësh, por të falësh. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë, mjeti më i mirë i fitores është falja, pra falja e tjetrit, dhe jo hakmarrja. Njeriu që fal nuk është i dobët, përkundrazi, ai ka fituar, ka triumfuar mbi egon e vet, mbi zemrimin e vet. Ehli bejti i pastër i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali janë shembuj të kontrollit të zemrimit, dhe në kryet e tyre i dashur i zemrave tona profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Imam Musa al-Kadhim, paqja qoftë mbi të, ishte aq i njohur për përmbajtjen e zemrimit, sa që mori edhe nofkën Kadhimul Ghaidh, që do thot ai që e përmban zemrimin, e mposh zemrimin. Kur dikush e fyente, pra Imam Kadhim, apo e lëndonte, ai nuk hakmerrej me të keqe, por përgjigje me mirësi. Kjo vepër e këtij imamit të madh ishte zbatimi praktik i ajetit 34 në surën Fusilet, që thot largoje të keqen me atë që është më e mira. Ky është pra morali i ehli bejtit, ta shuash zjarrin e zemrimit me ujin e durimit dhe të faljes. Sa kemi nevojë sot ne për këtë moral. Të dashur vëllezër dhe motra, zemrimi është një provë e përditshme. Çdo njeri zemrohet, por jo çdo njeri arrin ta kontrollojë zemrimin. Kurani, profeti Muhammed dhe familja ehli bejtit i paqja e bekimet Allahut qofshin mbi ta, na mësojnë se besimtari
e përmban zemrimin. Besimtari kujton Allahun kur zemrohet, nuk nxiton të flasë të veproj, ai i fal njerëzit dhe e konsideron kontrollin e vetes si një fitore të madhe. Prandaj edhe ne të gjithë të tillë të jemi pra. Të jemi për atyre pra që e përmbajnë zemrimin, e shtypin zemrimin, e kujtojnë Allahun në kohën kur zemrohen, nuk nxitojnë në fjalën e vepra dhe i falin njerëzit pra kur zemrohen. E lusë Allahun e madhruar të na bëjë për atyre që e kontrollojnë zemrimin dhe falin njerëzit dhe që fitojnë kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.